përshëndes nga edicioni qendror informativ në ekranin e Blu Televizion. Bashkë do të njemi gjërësisht për zhvillimet e ditës. Do ndalemi pikërisht në mbledhja e Këshillit Bashkiak të Vlorës, e cila ka zhvilluar mbledhje jashtëradhe për projekt vendimet e propozuara nga kryetarja Bruna Mersini, e cila ishte jo prezent në seancë. Diskutimet u përqendruan te tarifat dhe menaxhimi i plazheve, ku opozita i cilësoi çmime të papërballueshme dhe dëm për turizmin. Në votim tarifa prej 500 lekësh e propozuar nga opozita u miratua, duke marrë edhe vota nga këshilltarët socialistë. Është zhvilluar këtë të hënë mbledhje jashtëradhe e Këshillit Bashkiak për disa projekt vendime të propozuara nga kreu i Bashkisë së Vlorës, Bruna Mersini. Mbledhja është drejtuar nga kryetarja e Këshillit Elpini Qemerkuri, që në çelje të mbledhjes opozita ka kërkuar që në mungesë të propozueses, Bruna Mersini, projekt vendime të tërhiqen, çka nuk është pranuar nga këshilltarët socialistë. Mbledhja është fokusuar në projekt vendim për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak data 23/12/2025 për buxhetin e Bashkisë Vlorë për vitin 2026, projekt vendim për miratimin e tarifës së ofrimit të shërbimit për zonën e plazheve të administruara dhe të tarifuar nga njësia e vetëqeverisjes vendore, projekt vendim për përcaktimin e vetëqëndrimit të mjeteve për të cilat janë vendosur masa administrative gjoba për shkelje të kodit rrugor, projekt vendim për krijimin e strehëzës së kafshëve endacak dhe miratimin e akteve administrative në funksion të kësaj veprimtarie. Projekt vendimi për miratimin e tarifës së ofrimit të shërbimit për zonën e plazheve të administruara dhe tarifuar nga njësia e vetëqeverisjes vendore është shoqëruar me debate pozit-opozit. Në emër të administratës ka referuar specialistja Aneta Sheu. Kemi bërë një ndryshim të numrit të çadrave që në komisionin e javës së kaluar e kishin propozuar 1818, ndërsa sipas nenitet të këtij ligji i përkojnë për 18.000 m2 sipërfaqe të shfrytzuar, i takojnë diku te 1.000 çadra. Çmimi maksimal përcaktohet nëpërmjet bashkisë dhe subjektit në përputhje me parimet e konkurrencës, proporcionalitetit dhe interesit publik. Plazhi Lungomare ka një sipërfaqe në metër katror dhe ritheksoi plazh publik i tarifuar nga bashkia, që do të thotë 18.176 m2. Është kjo për të cilën ne kemi bërë analizën. Dhe nuk do të thotë që ne nuk kemi plazh publik, kur njerëzit të cilët nuk kanë mundësi pagese, kanë një plazh publik për 15.471 m2, të cilin mund ta frekuentojnë në rast se nuk kanë mundësi pagese të plazhit publik të tarifuar. Po të shkojmë shifrat, 18.176 me 15.472, në zbatim të vendimit numër 649 për miratimin e rregullorës dhe kushtet e plazhit, sipërfaqja për 18.176 e tarifuar nga Bashkia Vlorë, shullloritur të vendosë 1.000 çadra, duke përmbushur kështu standardet e lejuar sipas nenitet të këtij vendimi, ku sipërfaqja e lejuar duke respektuar distancat, përmbushur të gjitha kriteret sipas standardeve bashkëore, është 18 m2. Dhe sipas llogarive plazhi tarifuar i takojnë 1.000 çadra. Në bazë të urdhrit të brendshëm të ngritur me firmë të kryetares, numër 267, 17/22/2026, është bërë testimi të rregullt nga grupi i punës, ku janë dërguar në mënyrë shkresore dhe zyrtares 6 subjekteve kërkesa për ofertat e tyre, dhe prej tyre rezultojnë këto çmime. Duke zbatuar VKB numër 26, miratimin e hartës të përgjithshme, arrim që mesatarja e çmimeve të protokolluar në mënyrë shkresore rezulton të jetë 1.417 lek, 50% i saj është 708 lek. Dhe komisioni, grupi i punës, arrin në përfundimin që çmimi 700 lek është çmimi i propozuar me TVSH. Por opozita ka qenë ashpër në argumente. Këshilltarët Gjergj Nika, Atir Doxha dhe Geron Gumbardi e cilësuan situatën të papërballueshme për qytetarët dhe një goditje për turizmin vendas. Praktikisht gjysma e plazhit publik do të jetë publik me pagesë tashmë, sipas dëshirës së Brunita Mersinit, të cilin e kanë zgjedhur 8% e 12%. Edhe kjo zonja tani për të grumbulluar ca para, që këta t'i shpërdorojnë pasaj, në streza kafshësh, e pu t'i gjunë se qa, e në ato tenderat me ato preventivët jashtëzakonisht të fryt, sillnin sot edhe këtë projekt vendim për t'u marrë praktikisht njerëzve edhe ato pak lek të cilët mund të kenë mundësi të bëjnë plazh në plazhin publik. Pra plazhi publik tashmë sipas Bruna Mersinit nuk do jetë më plazh publik, po do jetë plazh publik me pagesë. Unë e dëgjova dhe lexova dhe projekt vendimi, gjysma e atij territorit i cili praktikisht ishte i gjithë publik, sot do të kthehet plazh publik me partneritet publik-privat që ka zgjedhur Bruna se kujt do t'ia japë këtë plazhin bashkë me tarifimin në nivelet maksimale të cilat ne kemi të përcaktuara
në tarifimin e plazheve. Po ti shikoni ju këtu, po tani ne nga shqetësia duhet kalosh me SSB në të bërtitura që këtu të kuptojnë. Se këta o nuk kuptojnë, o bëj sikur nuk kuptojnë, ose janë aq shumë ajtut sa nuk intereson fare edhe diskutimi që ne bëjmë. Tani ne kemi këtu të renditura 3 zona për cilat ne i tarifojmë. Zënien e hapësirës publike në plazhin Nart dhe plazhi Vjetër. 4.000 deri 5.000 lekë për subjektet që janë me hoteleri dhe restorante. Pastaj shkojmë te zënia e hapësirës publike në plazhin Lungomari, fillimi Lungomari deri në fushat e sportit. 6.000 deri në 7.000 lekë maksimumi, pra hoteleri plus restorante që administrojnë në plazhe. Për zënien e hapësirës publike në plazhin nga fusha e sportit deri në Pashaliman Olikum themi nga 6.500 deri në 7.500. Tani çfarë bëjmë ne? Dy plazh publik, i cili faktikisht për të thënë vërtetë, është plazhi më i ndotur. Se unë kam marrë pikërisht nga Ujësies Kanalizime, 1 vit e gjysmë përpara, një shkresë në të cilën drejtoria për kace dhe ishte drejtoria e Partisë Socialiste, jo e Partisë Demokratike, nuk e kishte emëruar Atir Doçi aty që ishte drejtor atje. Ka marrë që në Lungomare janë 4 pika deri të ujrave të ndotura. Tani me që se kemi plazhin të ndotur ne dhe nuk marrim asnjë mas për ta pastruar të plazhin, i cili është realisht plazh që arrihet nga pensionistët dhe fëmijët që mbajnë ata gjyshin, mbajnë ata fëmijët e vegjël, se prindërit i kanë në punë për t'i çuar ato ditën në ato ditët e plazhit atje. Tani çfarë bëjmë ne? U themi këtyre pensionistëve që kanë këtë plazhin këtu mundësi për të qenë plazh publik, u themi zotëri, Brunida Mersini, administrata e saj, ekzekutivi i Bashkisë Vlorë, meqenëse ka marrë shumë vota nga qytetarët e Vlorës, ka vendosur që këtë plazhin publik ta quaj plazh publik me pagesë. Dhe gjysmën e këtij territori, çfarë bëjmë ne? Ja japim me partneritet publik privat një klienti pranë kryetares së bashkisë. Juve po bëni një tarifim të cilët kostua ju shkon bashkë me kostot e tjera në afat në mbledhje të komisionit 40 lekë. Bashkë me kostot e çadrave 358 lekë. Doni ta bëni këtë tarifim. Hajde ta vëmë çmimin nga 400 në 500 lekë, gjejmë të mesme dhe e bëjmë tarifim. Ka gjëra që bashkia i bën dhe për qytetarë. Edhe në qoftë se del 00. Se juve këtu na i nxjini gjitha me fitim, kemi 2 vjet e gjysmë që unë shikoj kompani që dalin me fitim këtu. Po kur më vin bilanci në fund të vitit apo buxheti faktik, të gjitha gjërat që na vijnë, nga gjitha kompanitë janë me humbje. Që nga qyteti studenti, që nga ajo e peshkut, që nga ajo e parkimeve, që nga ajo tjetra e fruta perine, të gjitha vijnë me humbje. Dhe kur vin këtu vijnë me fitim. Është absurde çfarë po bëni. Është absurde dhe nuk e kuptoj si po vazhdoni dhe nuk e kuptoj këtë pjesë. 7.000 lekë kërkon, thoni juve ranë dakord dhe biznesi do për. Kush na detyron ne si Këshill Bashkiak, t'ia japim vetëm këtyre 8 bizneseve dhe mos të bëjmë thirrje publike, mos e na ofrojnë 2.000 lekë, me 1.000 lekë, falas, bëj reklamë siç është kompania që na ka ofruar, thotë do bëj kompani me çadret që do vë logon e saj dhe afron falas. Pra, ju bëni 2 gabime. Thoni flisni në emër qytetarëve dhe votoni kundër qytetarëve. Flisni në emër pensionistave dhe u bëni dëm pensionistave. Kështu debati i menaxhimit të plazheve edhe me shqetësimin për çmimet e larta që po përballen qytetarët dhe turistët. Në mbështetje të politikave aktuale u shprehen këshilltarët Shkëlqim Leska dhe Elsa Bezhani. Ndërkohë, debatuar tarifa 700 lekë e vendosur nga Bashkia apo 500 lekë propozuar nga këshilltari i opozitës Gjergj Nika, pasi shtedhur në votim, Peshorja ka anuar nga tarifa 500 lekë. Kjo është hera e parë që opozitës i bashkohen edhe votat e këshilltarëve socialistë. E diskutuar dhe debatuar ishte dhe projekti për ndërtimin e një streze për Kafshët e Ndacak, i cili hasi në kundërshtim të fortë nga opozita. Këshilltarët e opozitës e cilësuan koston e projektit si qesharake dhe të pajustifikuar për kushtet aktuale të qytetit. Mbledhja e sotme e Këshillit Bashkiak të Vlorës u shoqërua me debate të forta, përplasje politike dhe akuza të ndërsjella duke nxjerrë në pa ndarje të thella mes shumicës dhe opozitës për disa nga çështjet më të ndjeshme për qytetin. I diskutuar dhe debatuar ishte dhe projekti për ndërtimin e një streze për Kafshët e Ndacak, i cili hasi në kundërshtim të fortë nga opozita. Këshilltarët Gjergj Nika dhe Atir Doçi cilësuan koston e projektit qesharake dhe të pajustifikuar për kushtet aktuale të qytetit. Sipas tyre, fondet publike po orientohen në mënyrë të gabuar, ndërkohë që ka probleme më urgjente sociale dhe infrastrukturore që kërkojnë zgjidhje. Ore, kur do jetë ajo ditë që ju do sillni 10 projekte me 10 financime, bashkëfinancime, që ne këtu të vim dhe të themi, ore, shqyro zoti, votojmë dhe ne. Po ne nuk mund të votojmë një strez që thash dhe njerë, për 100 paguhet më shumë se sa për një njeri, se është e pafaqshme. Kam parë dhe atë relatimin që bëj këta për projekt vendimin për ngritjen e strezës, po thonë, i kërkuam njësisë administrative në Osel, nuk ka ambient. I kërkuam njësisë administrative Oripull, nuk ka ambient. I kërkuam njësisë administrative Shushic, nuk ka ambient.
I kërkuam qendrës nuk ka ambient dhe ne tani meqense s'ka ambient në këto njësitë administrative, se ka mbjetur bashkim vetë ta qendër këtu që ka ambient apo jo, ne tani do ta bëjmë këtë thot ai me privatin. Pra ata kanë gjetur dhe privatin që do t'ia japin këto lekët, edhe stresën e qendrëve, do çojnë edhe disa punonjës të tjerë. Kjo zonja që ta dini ju se po bëja një llogari para se të mbaja këtë fjalën për të projekt vendimi, ka rreth 150 ditë në punë dhe ka marrë 150 veta, ai bie çdo ditë ka punësuar një njerëz. Unë jam kundër kostove të kësaj strese, jo mosbërjes së stresës, sepse e kam shprehur dhe në komisionet përkatëse, mund të gjejmë një mënyrë bashkëpunimi për ta filluar këtë si projekt me një kosto minimale dhe pastaj rrugës mund të ngrinim gjërat e tjera dhe detajet e tjera. Pse? Sepse nuk mund të marrim modelin danez, modelin norvegjez, modelin belg, modelin nuk e di kanadez dhe ta vim ta implementojmë në Shqipëri, kur edhe jeta dhe shkallët që ata janë shumë herë më përpara. Pse po ja u them? Sepse kostot janë maramëndse, do harxhohen për 6 punonjës që do punojnë te kjo stres, do harxhohen 7.5 milion lekë të reja. Të rinj, më fal. Bashkë me orët jashtë orarit dhe gjitha, dhe një punonjësi do marri 1,5 milion lekë të vjetra. Një punonjësi po ta pjestojnë për 8 muaj, sepse kostot e kësaj strese janë nga maj deri në dhjetor, nuk janë për gjithë vitin. Dhe janë të papranueshme që të harxhohen për 8 muaj 260.000 euro, kur bashkia në buxhetin e vitit 2026, që kemi miratuar në muajin dhjetor, për kujdesin social dhe të sëmurët dhe njerëzit pak, ka vendosur 310.000 euro. Për 8 muaj, atyre u jep 207.000 euro, ndërsa stresës së qenëve i jep 260.000 euro. Një edukatore kopshi në një klasë ka nga 20 në 25 fëmijë. Një punonjës shërbimi ka 16 qenë. Ju trajtoni më mirë qenë se ata fëmijët e kopshtit. Njëri i jep 25 fëmijë, kurse një punonjës shërbimi ban 16 qenë. 260 euro janë kostot e një kafshë mirëmbajtje në vit. Vetëm ushqimi janë 48 milion lekë të vjetra, 21.000 kg, që po ta pjestos për 100 qenë, i bie që të shkojnë 6.000 lekë, 60 euro vetëm ushqim, se do më thoni nuk është 260 euro. 60 euro ka vetëm ushqim, kur ju jepni ndihmë ekonomike 35 euro një familje, ne këtu i miratojmë. Unë jam dakord të bëhet strëzja, po jo me këto kosto. Makinë roje që unë kam blerë është 14.9 euro, 420 euro është makinë roje për një qenë. Unë nuk e kuptoj, çfarë do i ruani atë qenë. Këshilltarja socialiste Liliana Breshani e quajti projektin të nxituar. Dhe ky boshllëk i madh institucional ka sjell këtë situatë në qytetin e Florës. Unë do të ndryshoja termin, ata nuk quhen që rrugë, po quhen kafsh në situatë rrugë. Kafsh në situatë rrugë për shkak të jo të rrugë, nuk të rrugë. Kafsh në situatë rrugë dhe mund do të flas pastaj kur të kalojmë për vendimin, për të diskutojmë për vendimin e sektorit veterinar, atë do të flas më gjerë. Unë jam pro ndërtimit të këtyre institucioneve, por e konsideroj këtë projekt vendim pak të nxituar. Të pa konsultuar me grupet, të pa konsultuar me ata që çdo ditë e kanë kthyer në mision problematikën e kësaj kategorie. Unë nuk e di, me këtë lloj projekt vendimi, a do të ketë zgjidhje, unë jam shumë skeptike. Unë e shoh një zgjidhje të munguar dhe afat shkurtër, por dhe afat gjatë. Unë jo më shumë se dje, unë kam qenë në një konferencë ballkanike pikërisht për trajtimin human të popullatave të kafshëve të rrugës. Popullatët janë personi i vetëm që mund të flasë për eksperiencën e kafshëve të rrugës. Mua më pëlqen diskutimi i Veronit dhe diskutimi i Gjergjit. Mendoj që ne duhet ta rishikojmë gjithë shifrat e këtij projekt vendimi. Unë jam dakord për ndërtimin e këtyre qendrave dhe stresave, por ne duhet të rishikojmë strukturën, mënyrën e organizimit dhe të menaxhimit. Aty flitet që ne ftojmë të gjitha organizatat, kur ndërkohë ju jeni të gjithë dëshmitar. Unë dërgova një mesazh në grupin tonë të WhatsApp-it, që ofrohem për të dhënë eksperiencën time dhe si këshilltare, po edhe si një shoqat OJF dhe si një misionare në këtë fushë. Unë nuk jam thirr kur është hartuar, kam tentuar të jem online në komision dhe
Nuk jam gjithsesi dakord me Klodin që thotë që jo do janë unë konsideroj fakt se s'ka mbaruar. Ky projekt vendim ka ardhur nga presioni i medias dhe nga presioni qytetarëve. Është detyrim ligjor, por është nxituar, nuk duhet të vi kaq i pastudiuar. Duhet të mblidhen grupet e ekspertëve. Është nxituar. Të lutem, mundeni ju lutem po. Okej, Në emër të administratës referoi drejtoria e veterinarisë në Bashki Aulona Veizaj, e cila u ndal në detajet të projektit. Faleminderit. Ne kemi me gjithë stafin, që janë 4 mjek veterinar, kanë përgatitur këtë materialin, që është për krijimin e stresës. Në fakt janë 2 plane, plani A dhe plani B, se këtu diskutua gjatë gjërë, por plani A është që vetë bashkia në teritoret e saj, në tokat e saj, të ndërtoj një stres, por duke parë situatën që është shumë emergjente, duke parë prej vitesh, ne menduam që të bëjmë dhe një plan B, i cili është krijimi në një ambient të cilin do ta marrim me qëra. Dhe funksionet e stresës do të jenë këto, nuk është thjesht një stres që do të marrë qend, por kemi renditur gjithë aktivitetin që do të kryej kjo stres. Pra që nga hospitalizimin, testimet, sterilizimet, vaksinim, mikrochipa, database-in, ushqimin, funksionimin e stresës gjatë gjithë kohës të 7 ditëve përfshirë dhe ditët e festave, dhe në fund patjetër adoptimin, që është dhe një fushatë dhe një proces shumë i rëndësishëm i stresës, dhe së fundmi fushatat sensibilizuese. Me 26 vota pro, 4 vota kundër dhe 3 abstenim. Krijimi i stresës së kafshëve enda cak dhe miratimi i akteve administrative në funksion të kësaj veprimtarie u miratua në mbledhjen e sotme të Këshillit Bashkiak. Shërbimi social shtetëror në Vlorë vijon të mbështes kategori të veçanta nëpërmjet ndihmës ekonomike, veçanërisht familjet me probleme social-ekonomike dhe grupet në nevojë. Kështu është shprehur gjatë një interviste për televizionin ton drejtori i kësaj shërbimi Eno Koleka. Shërbimi social shtetëror në Vlorë gjatë muajit mars ka mbështetur 1443 familje me ndihmë ekonomike, ndërsa 4553 familje të tjera janë trajtuar me pagesë për aftësinë e kufizuar sipas kategorive përkatëse. Drejtori i shërbimit social shtetëror në Vlorë Eno Koleka thekson se ndër përfituesit përfshihen kategori të ndryshme, si familje me gra kryefamiljare, familjet me probleme social-ekonomike, rastet e dhunës në familje, si dhe individ me statusin jetim. Për muajin mars kanë përfituar ndihmë ekonomike 1443 familje dhe janë trajtuar me pagesë për aftësinë e kufizuar 4553 familje. Të ndara këto sipas kategorive përkatëse. Po referuar pikërisht të kategorive më në nevojë, cilat janë ato që trajtojnë? Kategoritë më në nevojë që janë, kemi të bëjmë me familje që kanë gra kryefamiljare, familje që kanë probleme social-ekonomike, kemi gjithashtu vajza nëna, kemi përfitues të kategorive të veçanta, siç janë statusi i jetimit dhe kategoritë e dhunës në familje. Koleka nënvizon gjithashtu se pagesa për ndihmën ekonomike jepet çdo muaj, ndërsa për kategoritë të veçanta, familjet në nevojë mund të drejtohen edhe shërbimeve mbështetëse. Për personat me aftësi të kufizuar, shërbimi social i referon ato pranë komisioneve përkatëse për të përfituar ndihmën. Ai është ndalur edhe tek mënyra e aplikimit për të përfituar nga këto skema. Normalisht pagesa e ndihmës ekonomike është një pagesë të kesh. Kuptohet që për sa i përket përfitimeve tjera në shërbime, qytetarët që kanë nevojë për ndihmë ekonomike mund t'i drejtohen organizatave jo fitimprurse, mund t'i drejtohen shërbimin mbështetës të Bashkisë Vlorë për familjen dhe për fëmijën. Dhe për personat me aftësi të kufizuar, ne në Komisionin Biopsikosociale referojmë për shërbime, që ato mund të marrin shërbime në qendrat komunitare të përkujdesit shoqëror. Aplikimi për ndihmë ekonomike në datat 1 deri në 10 të çdo muaji, pranë administratorit shoqëror, anëtarët madhor të familjes deklarojnë të ardhurat që ato kanë dhe pastaj sistemi në bazë të një formule të pikëzuar i nxjerr përfitues ose jo. Shërbimi social shtetëror në Vlorë vijon të mbështes kategori të veçanta nëpërmjet ndihmës ekonomike, veçanërisht familjet me probleme sociale-ekonomike, si dhe grupet në nevojë.
Bashkia e Gjirokastrës depoziton në Komisariatin e Policisë kallëzim penal ndaj shpërndarësve të panikut për prekjen me ivajtës të kryebashkiakut Golemi dhe punojësve të këtij departamenti. Depozitohet kallëzim penal për përhapësit e panikut në Gjirokastër. Bashkia e Gjirokastrës ka depozituar këtë të hënë në Komisariatin e Policisë kallëzim penal ndaj personave, të cilët akuzohen për një sër veprash penale, e në mes të cilave edhe përhapja e panikut. Bëhet fjalë për panikun e përhapur ditët e fundit, me lajmet e supozuara për kryebashkiakun Flamur Golemi, i cili supozohej se kishte rezultuar pozitiv me HIV/AIDS, duke u transmetuar edhe punonjësve të tjera në këtë bashki. Avokati dhe juristi i mirënjohur Arbel Langozi, pasi ka depozituar kallëzimin, ka dhënë edhe një deklarat për mediat, duke kërkuar nga organet e drejtësisë vënien para përgjegjësisë ligjore të gjithë personave që shkaktuan panik në Gjirokastër, por jo vetëm. Kam ardhur pranë Drejtorisë Vendore të Policisë Gjirokastër për depozituar kallëzim penal për hetimin e faktit penal ku është shpërndarë për rrjetet sociale se në Bashkinë Gjirokastër është shpërndarë një epidemi me sëmundjen HIV/AIDS. Në këtë kallëzim ne kemi kërkuar ndjekjen penale të autorëve të shpërndarjes së këtij paniku, por njëkohësisht kemi kërkuar dhe që për qytetarët jenë më të qetë dhe më të bindur për atë që ka ndodhur të hetohen edhe funksionarët e bashkisë të cilët janë implikuar në këto rrjete sociale. Pra, ose këta persona që kanë shpërndar epideminë apo ose persona që kanë shpërndar panik të vijen përpara përgjegjësisë penale. Sepse në fund të fundit duhet që në qytetarët e Gjirokastrës të marrin një përgjigje të saktë nëse ka epidemi në bashki apo jo, dhe nëse s'ka, autorët që kanë shpërndarë këtë panik dhe këtë lajm të rrem duhet të vijen përpara përgjegjësisë penale. Një ditë më parë u publikua analiza e HIV/AIDS-it të kryebashkiakut të Gjirokastrës, ku rezultonte negativ, duke u mbyllur të gjitha shtigjet për abuzim personave që donin të shfrytëzonin këtë moment për arsye politike. Kevin Neubek dhe Felipa Kostila po i bien botës rreth e qark, vetëm me një jet ski dhe Vlora e Shqipëria janë bërë ndalesa e radhës. Për Blu Televizion ata shprehen se kanë mbetur të mrekulluar nga qyteti bregdetar, nisur dhe nga deti, klima apo mbi të gjitha njerëzit. We arrived in paradise again and we just found a cave where we are going. Kevin Neubek dhe Felipa Kostila kanë nisur një eksperiencë të çmendur. Të dy po i bien në botës rreth e qark vetëm me një jet ski. Pikërisht Shqipëria dhe Vlora është ndalesa e tyre e radhës, ku në këtë qytet, si shregojnë edhe vetë, kanë marrë një ftesë për të qenë këtu, por që në pamje të parë kanë mbetur të mrekulluar nga qyteti. Kevin tregon se ka vizituar deri më tani 12 shtete, e në Shqipëri vjen për herë të parë. Për Kevin kjo është një eksperiencë sigurisht e vështirë, por adrenalina e mban në vazhdimsi. Ai vjen nga Gjermania dhe nëpërmjet kësaj eksperience kërkon t'u vërtetoj të gjithëve se gjithçka është e mundur. Për Vlorën ka mbresa të jashtëzakonshme, teksa thotë se i pëlqen deti, klima e mbi të gjitha njerëzit dhe ushqimi. I'm Kevin, 33 years old. Philippa, 23. And yeah, we came up with the crazy idea to travel the world with a jet ski. Unë jam Kevin, 33 vjeç. Mua më lindi ideja e çmendur për të udhëtuar të gjithë botën me jet ski. Mendoj se askush nuk e ka bërë më parë, por unë jam i çmendur mjaftueshëm për t'u vërtetuar që çdo gjë është e mundur. Austria, Slovakia, then Hungary, Serbia, Romania, Bulgaria, Turkey, Greece and Albania. I think 12 countries now. Deri më tani kam vizituar 12 shtete të ndryshme. It's hard. I think that's the reason nobody did before. I would not recommend. Është e vështirë të bësh këtë që po bëj unë, nuk do ta rekomandoja. Deti është shumë i vështirë, ndonjëherë nga lodhja ndihen dhimbje në duar dhe në mes. All the time like this, it goes very on your back, so I stand most of the time. But I mean, I like what I do. I mean, Por mua më pëlqen shumë ajo që po bëj. Nëse nuk do të më pëlqente, do të hiqja dorë. Most of the time. For me it's fun. I think the adrenaline push it. Ndonjëherë mendoj çfarë jam duke bërë, por adrenalina dhe kënaqësia janë shumë të mëdha. Vlora është shumë e bukur, më ka surprizuar për mirë. Actually we got invited from this beautiful hotel and from Nautica Point they invited us and said Nuk e prisje që Shqipëria të ishte kështu. Njerëzit, ushqimi, shteti i radhës që do të vizitoj është Mali i Zi. Completely flashed us. Like really. Like I didn't expect at all. The caves and the watercolor and everything, insane, beautiful and super nice, friendly people. Which is the next country you go? Next country? Montenegro. Yes.
Ndryshe nga Kevin, Filipa Kostila e ka për herë të parë që udhëton me jet ski. Kostila tregon se nuk e kishte menduar asnjëherë që do të bënte diçka të tillë, të cilën e quan çmenduri. Filipa thot se Shqipërinë nuk e priste kaq të bukur. Për të është një vend magjik. Në Vlorë krahas bukurive natyrore, tregon se është e dashuruar me ushqimin, ndërkohë që sipas saj do t'ua sugjeroj qytetin miqve të saj e mezi pret të kthehet sërish. Yes, and actually it's my first time being on a jet ski. Never in my life I was in a jet ski. Unë jam Felipa dhe është hera ime e parë që udhëtoj me jet ski nga Shqipëria në Shqipëri. Ishte ëndër e imja ta provoja këtë eksperiencë. Yeah. In the beginning it was crazy, it was really hard also myself to. Ishte një ide e çmendur fillimisht, por vendosa ta provoja. Ka shumë vështirësi, është shumë ftohtë, por mësohesh. Yeah, but by time I get used to it. E dashuroj Shqipërinë, ka dalë jashtë pritshmërive të mia. Sidomos ushqimi është fantastik. And the people here are really nice. And the food. The food. Oh my god. We tried now 3 restaurants. Best food ever. Yes. Better than Greece, I need to say that. Yes, the food is insane. Kemi provuar 3 restorante deri tani dhe mund të them se është edhe më mirë se Greqia. 100% do ta sugjeroj Shqipërinë te miqtë e mi dhe do të kthehem sa më shpejt. Probably will be Italy is there. Probably we'll come back to say hi and continue the travel again. Kevin Noebek nga Gjermania dhe Felipa Kostila nga Qipro janë çifti që po thyejnë çdo rekord. Të dy kanë nisur t'i bjen botës së rreth e qark me jet ski. E Vlora, Shqipëria, ishin ndalesa e tyre e 12. Së fundmi, qeveria ka hartuar një plan kombëtar veprimi për fëmijët deri në vitin 2030 në përputhje me prioritetet dhe rekomandimet e BE-s. Plani synon të garantojë standardet minimale të jetesës për çdo fëmijë përmes një skeme të përfitimit universal të mbështetjes për ta. Varfëria që prek fëmijët mbetet ende një sfidë me ndikime afatgjata në Shqipëri. Të dhënat kombëtare tregojnë se të vegjëlit që jetojnë në zonat rurale dhe të thella malore përballen me një sër pengesash për të përfituar nga shërbimet bazë, si arsim shëndetësi, ushqyerje shëndetshme dhe mbrojtje sociale. Së fundmi, qeveria ka hartuar një plan kombëtar veprimi të garancisë europiane për fëmijët deri në vitin 2030 në përputhje me prioritetet dhe rekomandimet e BE-s. Plani synon të garantojë një standard minimal jetese për çdo fëmijë dhe të kontribuoj në reduktimin e varfërisë përmes një skeme të përfitimit universal të mbështetjes për fëmijët. Mbështetje të drejtë dhe gjithëpërfshirëse për fëmijët me aftësi të kufizuar dhe ndihmësit personal përmes përmirësimit të përfitimeve financiare, shtrirjes së mbulimit me sigurime shoqërore për ndihmësit personal, pajisjes së qendrave me teknologji ndihmëse dhe forcimit të mekanizmave të vlerësimit dhe referimit. Projekt vendimi parashikon gjithashtu edukimin dhe kujdesin në fëmijërinë e hershme nga 0-6 vjeç, që përfshin një kurrikull të unifikuar për këtë grup mosh me theks në mirëqenie dhe zhvillim të qëndrueshëm. Për të rritur përfshirjen sidomos për grup moshën 0-3 vjeç, do të zbatohen masa për të shtuar vendet në çerdhe dhe kopshte, fushata informimi për familjet dhe mbështetje për regjistrim. Sigurimi i aksesit në ushqim të shëndetshëm për të gjithë fëmijët në nevojë mbetet gjithashtu një tjetër sfidë. Masat përfshin miratimin e një politike kombëtare për ushqimin në shkolla dhe pilotimin e vakteve shkollore universale dhe falas në bashkitë më të varfra të vendit. Një tub delfina është shkatëruar një spektakël të rrallë në brigjet e Himarës. Pamjet janë filmuar nga një gujë turistike lokale, ku rreth 10 turistë kanë mbetur të habitur nga show natyror i delfinëve në det, teksa këta të fundit lëvizin me elegancë dhe energji pranë bregut. Delfinët durojnë spektakël në brigjet e Himarës. Një tufë delfinësh kanë dhuruar një spektakël të rrallë në brigjet e Himarës, duke mahnitur turistë dhe vizitorë të shumtë të zonës. Pamjet janë filmuar nga një gujë turistike lokale, ku rreth 10 turistë kanë mbetur të habitur nga show natyror i delfinëve në det, teksa këta të fundit lëviznin me elegancë dhe energji pranë bregut. Fenomeni i shfaqjes së delfinëve nuk është më aq i rrallë në bregdetin shqiptar. Shpeshherë jo vetëm gjatë sezonit veror, por edhe në periudha të ndryshme me motë të ngrohtë, turistët zgjedhin të eksplorojnë brigjet e jugut duke u ndeshur me pamje të tilla mbreslënëse. Gjiri i Vlorës, por edhe zona e Himarës janë tashmë të njohura për praninë e delfinëve, duke u kthyer në një atraksion të veçantë për turistë vendas dhe të huaj. Këto momente magjepsëse ofrojnë një përvojë unike dhe të paharrueshme, duke e bërë bregdetin shqiptar edhe më tërheqës për ata që kërkojnë bukurinë natyrore dhe aventura. E duke vijuar me Tiranë zhvillime në kuadër të ditës ndërkombëtare të monumenteve historike,
të siteve arkeologjike është çelur në zonën historike dhe ekspozita me fotografi dhe të dhëna të monumenteve të kulturës në Vlorë. Sipas Skënder Spahiut, drejtuesi i Muzeut Historik, ekspozita shpalos pasurinë historike dhe vlerat kombëtare. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të monumenteve historike dhe siteve arkeologjike, Qendra Kulturore në bashkëpunim me Qendrën Kulturore të Fëmijëve, si dhe me mbështetjen e Bashkisë së Vlorës, ka çelur në lagjen e vjetër Muradije një ekspozitë historike me fotografi dhe të dhëna të monumenteve të kulturës dhe siteve arkeologjike në Vlorë. Skënder Spahiu, drejtuesi i Muzeut Historik dhe Etnografik Vlorë, thotë se në këtë ekspozitë është shpalosur pasuria historike dhe vlerat kombëtare. Këto element sipas Spahiu dëshmojnë hershmërinë historike të qytetit, por edhe zhvillimin social të popullit ton. Spahiu thotë se ekspozita do të qëndrojë e hapur për ditë me radhë në Muzeun Historik të Vlorës. Qyteti i Vlorës ka një sër monumentesh kulture, objektesh të kulturës, objekte të natyrës, pjesë të trashëgimisë kulturore, të cilat një pjesë e tyre janë fotografuara dhe të ekspozuara në këtë ambient, të zgjedhur nga Qendra Kulturore e Bashkisë Vlorë në bashkëpunim me Bashkinë Vlorë dhe muzeumet e qytetit. Janë element të cilët dëshmojnë për hershmërinë vendbanim, për rrugën që kanë ndjekur zhvillimin social shoqëror i popullsisë së Vlorës dhe Mëgjerë dhe kurorës së Vlorës. Kjo është një ekspozitë e cila do qëndrojë hapur edhe në ambientet e Muzeut Historik të Vlorës, për të vizituar nga vizitorët të cilët vizitojnë muzeet dhe qytetin e Vlorës. Ato janë paraqitur objekte siç është kisha më e vjetër e Marmirojit, manastiri, vendbanimet e antikitetit, të Amantias, të Orikut, e qytetërimeve të tjera në rrethinat e Vlorës. Çelja e kësaj ekspozite u shoqërua edhe me një aktivitet festiv, ku janë performuar këngë dhe valle vlonjate nga nxënësit e shkollave 9-vjeçare të qytetit. Albana Çuro, drejtuese e Qendrës Kulturore të Fëmijëve, tregon se qëllimi i këtij aktiviteti është të afrojnë nxënësit e shkollave të qytetit më pranë historisë dhe kulturës. Siç e shikoni, janë fëmijët e Qendrës Kulturore të Fëmijëve dhe Qendrës Kulturore Vlorë në këtë bashkëpunim në ditën ndërkombëtare të monumenteve historike. Është një aktivitet i përbashkët me pjesëmarrje të nxënësve nga disa shkolla nëntëvjeçare dhe të mesme të qytetit tonë. Ky aktivitet ka për qëllim nxitjen e fëmijëve dhe afrimin sa më pranë monumenteve historike, historisë së qytetit tonë, të vendit tonë. Aktivitetin e kanë ndjekur nga afër jo vetëm qytetarë të Vlorës, por edhe turistë të huaj që gjenden në qytet përgjatë kësaj periudhe. I shpagur ansambël arkitektonik urban me vlera të veçanta si historike dhe kulturore, në Konispol gati është investimi për krijimin e një tjetër kompleksi muzeal dhe zhvillimin e ofertës agroturistike. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonçia tha se Konispoli po hyn në fazë të re zhvillimi, e cila do ta zhdorojë atë në një pol turistik dhe kulturor. Programi operacional 2026-2029 që do të zbatohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit do të ketë një investim prej 500 milion lekësh për projektin ndërhyrje të integruara për zhvillimin e ofertës turistike, kulturore dhe agroturistike rajoni 4. Ky projekt do të zhvillohet në bashkëpunimin e koordinuar të institucioneve ndërmjet Mix dhe Bashkisë së Konispolit, Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Ndërhyrja përfshin krijimin e një kompleksi muzeal dhe zhvillimin e ofertës agroturistike në Konispol. Ky investim synon jo vetëm ruajtjen e trashëgimisë, por edhe transformimin e saj në një motor zhvillimi ekonomik dhe social për zonën, duke e kthyer Konispolin në një destinacion të rëndësishëm historik dhe komunitar. Vitin e kaluar, me vendim të Këshillit të Ministrave, Konispoli u shpall ansambël arkitektonik urban me vlera të veçanta historike dhe kulturore. Vjojmë tek Rendi, policia njofton se gjatë 24 orëve për vepra ndryshme penale në Saran, Lukov dhe Ksamil ka nisur aksion. Specialistët e trafikut urban dhe interurban të Komisariatit Policisë së Sarandës referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimin penal për një shtetas 37 vjeçe, banues në Shelegar, pasi në rrugën Skënderbeu, automjeti që drejtonte është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin EH. Si pasojë është dëmtuar shtetasi në fjalë, i cili po merr mjekim në spitalin e traumës.
Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Himarës referuan materialet në prokurori ku nisi procedimin penal për një shtetas 71 vjeç banues së Lukov, pasi dyshohet se ka dëmtuar me mjet prerës gomat e automjetit të një shtetasi me iniciale NP. Specialistët e hetimeve të krimeve të Komisariatit të Policisë së Sarandës referuan materialet në prokurori ku nisi procedimin penal për një shtetas 47 vjeç banues në Ksamil, pasi dyshohet se ka kryer punim me ndërtimi pa leje. Policia bën me dije se të gjitha materialet procedurale janë referuar prokurorive kompetente për veprime të mëtejshme. Oriku është paur ekipi kampion i grupit B në kategorinë e dytë, duke siguruar edhe ngjitje në kategorinë e parë për sezonin e ardhshëm. Gjithçka pas përballjes me Butrinti, ku fitoi 3-0 në këtë ndeshje vendimtare. Oriku ngjitet në kategorinë e parë në ndeshjen finale përballë Butrintit. Ekipi i Orikut ka fituar me shifra 3-0, duke arritur kështu objektivin e një sezoni të tërë dhe tashmë do të luajë një kategori më lart në sezonin e ardhshëm. Heroi i skuadrës së Orikut ka qenë portieri Bukanhev, i cili ka shënuar 2 gola dhe ka pritur një penallti. Takimi është luajtur në praninë e shumë tifozëve dhe që në minutën e 9 Oriku gjen golin, ku portieri realizon sakt penalltin e akorduar në favor të ekipit të tij. Vetëm pak minuta më vonë Butrinti fiton një penallti, por portieri i Orikut e pret duke mos lejuar barazimin. Me shifrat 1-0 mbyllet pjesa e parë. Në minutën e 56, vetëm 10 minuta pasi nis pjesa e dytë, portieri i Orikut Bukanhev shënon sërish nga pika e bardhë, duke çuar rezultatin në 2-0. Një gol që jep qetësi ekipit të Orikut, i cili administron ndeshjen dhe në minutën e 62 gjende golin e tretë me Miranin duke vulosur fitoren 3-0. Pas përfundimit të takimit, ka fest të Oriku dhe zëvendës presidenti i Federatës Geri Çipi dorëzon kupën e kampionit ekipit të Orikut. Ndërkohë presidenti i ekipit Muharrem Yazoj dhe trajneri Sherifi Driza i dukshëm të emocionuar tekstuan se u arrit objektivi dhe u shpërblye puna një sezoni të gjatë. Ata u shprehën se megjithse gëzimi ishte i madh, tashmë do të fillojnë menjëherë përgatitjet për kategorinë e parë. Po patjetër ishte një ndeshje shumë e luftuar, ishte shumë e dëshirë për të luajtur dhe siç e luajtë që e fituam. Më në fund jam shumë entuziazmuar që më në fund edhe në rikum edhe një kupë. U shpërblyem këtyre tifozëve të zjarrt e dashamirë nga ndjekur gjithë kampionatin dhe realizuam atë punën e përgatitur gjatë gjithë vitit. Edhe kështu jam ndjem shumë mirë që më në fund ja dolëm. Faleminderit të gjithëve, faleminderit edhe juve, faleminderit të gjithëve që ndihmuan për të realizuar ndeshje kaq të bukur e një fitore kaq të pastër. Kategorinë e parë vitin tjetër? Po patjetër. Tani apo është? Po patjetër unë ka vazhduar të mendoj. Kështu që ato do i lëmë radh, shkallë. Besoj qëllimi është objektivisht që të vemi edhe të jetojmë në kategorinë e parë, të mos bien, të mbijetojmë. Është atje kampionati i bukur, është niveli i lartë, është i shpejtë. Me atë ekipi është ky që është, me pak punë, besoj do funksionojë mirë. Një fitore e arritur në i dhunta, objektivi i arritur mund ndjes gjithë sezoni është përvojësuar me sukses. Shiko toni, është një vit i gjatë, faleminderit që jeni këtu pjesë, është një vit i gjatë që kemi folur gjatë gjithë kohës. E kemi luftuar, kemi 2 vjet dhe vjet, kemi bërë të njëjtën gjë, kemi qenë në play-offin e fundit dhe nuk e arritëm dot, na ka eliminuar Kuksi. Kështu që është një ekip që ka 3 vjet që synon, është një ekip që ka 3 vjet që lufton, janë 3 vjet çunat që luajnë bashkë dhe normalisht e meritonim sepse kemi udhëhequr kampionatin që nga fillimi. Kështu që nuk ka dhe nuk kishte hije dyshimi që ne do ta dominonim. Nuk e mendoja kaq të thjeshtë, të them të drejtën, sepse ishte rezultat 3-0, kështu që në një ndeshje finale, po gjithsesi çunat bën më të mirën dhe një falënderim u takon vetëm atyre dhe publikut që na ka mbështetur, ka qenë i pamas. Kategoria e parë kërkon një ekip ndryshe apo është ende shpejt të festojnë? Unë jam kundra çdo gjëje që kësaj që do apo s'do, është një gjë që do e flasim gjatë kohës. Ky ekip ka 3 vjet që luajnë bashkë, e njohin mjaft mirë njëri tjetrin dhe mendoj që bashkë me presidentin dhe me stafin drejtues do mendojmë që të bëjmë diçka të mirë për Orikumin, për Flamurtarin, për Vlorën, sepse jemi bashkë. Oriku ngjitet kështu në kategorinë e parë, një sukses i merituar për këtë skuadër që zhvilloi një sezon shumë të mirë dhe arriti objektivin e vendosur që në fillim të kampionatit. Ju falenderoj, përshëndes për vëmendjen. Mirupafshim.